Ju një gjatë jetë, uroj t'jeni mirë, dashur miq, ju përshëndes të gjithëve, nuk kam qenë mbrëm, as nuk do t'isha sonte, sepse jam në udhëtim jashtë Shqipërisë dhe jam shumë i ngarkuar, nuk kam patur mundësi të bëj video, as të jem online për arsye të ngarkesës. Unë jam nëpër Europë, jam duke takuar miqtë e mi, jam duke takuar shqiptarët, jam duke bërë disa takime me njerëz, me shqiptar të ndershëm, të cilët u kanë ngelur pika e fundit e nervit dhe të cilët janë betuar të mos e lënë Shqipërinë, cilat do qofshin rrethanat në të cilat do të kalojë Shqipëria apo jo. Sot, në këtë moment, dola për të bërë një komunikim të shkurtër dhe një shpjegim të shkurtër të statusit që më ka pushtuar emailin dhe WhatsAppin. Unë isha jashtë linjës mbulimit sepse kam qenë nëpër zona edhe pa internet, por më kanë bombarduar telefonin një njoftim që ka bërë Edi Rama sot, që ai është ftuar nga presidenti Donald Trump për të marrë pjesë në bordin e paqes, një organizëm atipik për Gazën, dhe këtë e ka shitur tek shqiptarët si një arritje të madhe dhe si një miratim të presidentit Trump dhe sa i rëndësishëm është Edi Rama. Më kanë shkruar shumë, o Krishnik, a është kjo fake news, a çfarë është, a pse Rama e bën këtë, a ka mundësi ta pranoj Trumpi etj etj. Do t'ju bëj një shpjegim të shkurtër, t'ju tregoj se çfarë është kjo, ç'është ky pretendim i Ramës së ftuar tek bordi i paqes, si luan ai dhe si bën ai propagandë për të blerë mbijetesë politike sa të mundet edhe disa javë apo dhe disa muaj, dhe si intereson mediave pranë tij dhe mediave të oligarkëve, lëpirsëve të Edi Ramës, që ta amplifikojnë këtë, sepse ata janë të zhytur bashkë me të deri këtu në hajdutëri, në krim. Tani që t'i bëjmë gjërat qartë dhe që të mos bim në përsëritje. Fillimisht unë ua kam thënë kodet edhe në YouTube këtu, edhe në shkrime pafundësisht, edhe çdo natë ju a kam shpjeguar. I vetmi shpëtim që kërkoni, duhet ta kërkoni nga vetja juaj, nga shqiptarët. Jeni ju të vetmit të cilët mund ta shpëtoni Shqipërinë dhe mos u merrni fare se kë takoj, kë i dha dorën, ku shkoj, ku nuk shkoj, e takoj Trumpi, i çoj letër Trumpi. Kjo është rregull ndërkombëtar. Rregulli numër 2. Vetëm ju shqiptar mund ta shpëtoni Shqipërinë, dhe rregulli numër 3, jo ftesë nga Trumpi, që është një propagandë, do t'ju a shpjegoj tani, por edhe nga e gjithë bota, të mlidhet i gjithë planeti bashkë, t'i bëjnë një ftesë, apo 2 ftesa, apo 3 ftesa për të shkuar në konferencë, apo në një takim, apo në një summit, apo në një bord, kjo nuk pushon se qeni kreu mafioz i një bande mafioze në krye të një shteti që është duke shkuar drejt fundit. Komb i cili tretet sepse nuk ka garanci dhe nuk ka një mas shqiptare që t'i dalë për Zot. Ka ca burra që unë i njoh nëpër Europë, ndoshta edhe në Amerikë, edhe nesër në Kanada apo kudo tjerë, unë do të shkoj t'i takoj të gjithë, ata që unë mendoj që janë burra. Një sot, një mas një javë, një mas 2 javësh, 2, 3, 4, 5, 10, 17 shqiptar ku janë. Ka ca burra shqiptar që i njoh dhe më njohin. Unë po shkoj të flas me gjithë këta. Qoftë në Europë, qoftë në ata, do të shkojmë. Do flasim me gjithë dhe do shpjegojmë se cili është momenti i Shqipërisë. Tani të vim tek ftesa e Edi Ramës. Dhe përse ai ka shprehur egzaltimin e tij të madh sërish me gërma kapitale, një lloj si britma e Sheikut Zayed, shkruan me gërma të mëdha, se ka njerëz që refuzojnë të flasin me fjalor me gjuhë të huaj, dhe më thonë thuaj jo gërma kapitale, por thuaj gërma të mëdha. Mirë, faleminderit për korrigje. Çfarë thot Edi Rama? Jam shumë i nderuar nga ftesa personale e presidentit Donald Trump për të përfaqësuar Shqipërinë në bordin e paqes, një organizatë e re ndërkombëtare ideuar prej tij, ku Shqipëria ftohet si antar themelues, ngjitur duke ngjitur kështu ndërkombëtarisht një tjetër maj. Ky ka ngjit maj duke u bë antar bordi i Gazës, ky ka ngjitur një tjetër maj të pa imagjinueshme vetëm deri pak vite më parë. Nuk mund të jem dot, thotë Rama,
më krenar për Shqipërinë. E ka përkthyer nga anglishtja I can't be more proud of you. Ë? Është një expression në anglisht, është një shprehje, i thot e dashura dashurisë vet, i thot burri gruas, ose gruaja i thot burrit, ose babai prindi i thot fëmis kur ka achievement shumë të lartë, kur ka arritje shumë të larta, ose kur burri qëndron besnik bashkëshortes në jetën e tij, apo anasjelltas. Është një shprehje anglisht që thuhet I can't be more proud of you. Pra, unë nuk mund të jem më krenar se sa ti. Edhe ai, nga që Rama mendon gjithkohës anglisht, ju e kuptoni, e ka përkthyer direkt në subconsciencë dhe ka thënë kur nuk mund të isha më krenar se kaq, thot, pas një diskutim, he can be more proud of us në këtë rast. Pra, jo as, se as është diçka tjetër, është e prapanica. For us është jemi ne këtu në këtë rast. Shqipëria, thot, ka që dinjitetshme, thot, për gjithë këto gjëra që kemi bërë ne për gjatë gjithë këtyre viteve. Pra, ai po bën propagandë, po ashet shqiptarëve këtë si majën e arritjeve për atë që ka bërë, ndërkohë që ajo që ky ka bërë bashkë me hajdutët e tij, me Belinda Vallukun, krye hajdutën e Shqipërisë, është që ka vjedh këtë popull që ka raskapit bashkë me 5 gjakpirës në oligark, hajdut, dhe kryetar drejtues dhe pronar televizionësh, të cilët me njëherë sapo ai kalon në orgazma dhe në delire dhe në mashtrime propagandistike, e marrin, pompojnë lajmin dhe bombardojnë shqiptarët. Unë shqiptarëve, që janë me mira që na ndjekin, dhe unë ndaj po shkoj t'i takoj tani burrat prej tyre, se ka dhe burrat ndershëm ky vend. Shqiptarët bombardohen dhe u bie niveli i sheqerit për i herë. Fillojnë i kap dridhja, ulet niveli i diabetit, me bulza, me djersa, mos. Ky që ka i fort, më nuk ikën, ky është synimi i Ramës. 54 mesazhe më kanë ardhur për 1 orë. Unë nuk kisha internet se isha në për male, në për rrugë, në ecje sipër dhe në takime me ca miqtë e mi këtu në Europë. Dhe sa po hyra në internet, në dhomën time ku jam, erdhën më bombarduan në WhatsApp, si vinë ato mesazhet që sa ke kohë pa internet, edhe gjithë. Pip, 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 pip. Edhe që më thonin, Ramës i ka ardhur ftesë nga Trumpi. Ai këtë synonte. Synon me gjitha media dhe propagandat për ti, ti thot shqiptarve një rend të madhe e cila do t'ju shpjegoj për 10 minuta. Se nuk kam kohë, më duhet lëviz. Ndoshta 15 maksimum. Dhe ju këtë duhet t'ja çoni dhe t'ja tregoni edhe pjesës tjetër shqiptarëve. T'ja tregoj cila është loja. Loja e tij është efekti shok. Pra ndërkohë që gjithë Shqipëria pret që ai të arrestohet bashkë me Belinda Vallukun dhe ndërkohë që në 22 janar pritet merret vendimi i gjykatës kushtetuese për kreun e bandës plaçkitëse të rilindjes dhe antishqiptare, Belinda Valluku, për versionin e cilës do të flas, për imunitetin e së cilës do të flas gjykata kushtetuese në 22 janar, ndërkohë që Shqipëria pret që këta të arrestohen, ky thot unë marr shpërblim nga Donald Trump. Te komenti i parë i pinuar dhe te kutia e përshkrimit, description box këtu poshtë në kanalin YouTube, unë do ju vë njoftimin e shtëpisë së bardhë. Çfarë thot shtëpia e bardhë zyrtarisht? Që të mos thoni Kreshniku abuzon, Kreshniku ka inat Edi Ramën, Kreshniku e ka personale me Edi Ramën, Kreshniku na mërziti, çdo gjë kundërshton. Jo, unë rrena do t'i kundërshtoj sa t'jem gjallë. Kur të vdesim, pastaj bëni çfarë do. Hajni me çokollatë, hajni me çokokrem, pini me çaj, gëlltitini me kos, me jogurt, me çfarë doni ju. Shkoj dhe bëj kërkimet e mia, telefonatat, kërkimet, searchet, çfarë duhet me bërë. Shtëpia e bardhë, njoftimi i shtëpisë së bardhë zyrtarisht. Thot
statement thot on President Trump's comprehensive plan to end the Gaza conflict. Dhe në këtë shkrim, thought, yesterday, President Donald J. Trump congratulated the formation of the National Committee for the Administration of Gaza, NCAG, a vital step forwarding in implementing phase of two comprehensive plan to end the Gaza conflict, etc., etc., të kështu me radhë. Vjen dhe flet për këtë plan. Shkojmë tek emrat, cilat janë emrat. Është sekretari Rubio, është Steve Witkoff, është Jared Kushner, është Sir Tony Blair, lobisti i Edi Ramës, miku i Edi Ramës, Tony Blairi, i cili qëndron në vendet e gjirit, ish kryeministri britanik, dhe që ka marrë parat madhe nga Edi Rama si këshilltar i tij, dhe është një njeri që e ka lobuar Edi Rama dhe bën pjesë tek njerëzit me ndikim në planet. Këto lozhat e mëdha, kuptoni. Është Ayai Banga, është dhe Robert Gabriel, është dhe Hakan Fidan, është ministri i jashtëm turk Hakan Fidan, që përfaqëson zotin Erdogan, është Ali Al-Thawadi, është General Hasan Rashad, është Mark Rowan, është ministër Rim El-Hashmi, është Nikolaj Mladenov, është Jakir Gabaj, është dhe Sigrid Gad. Nuk do merremi kush janë këta, se nuk ka një rëndësi për ne kjo, se kush janë këta personazhe. Janë njerëz të rëndësishëm nga vende të ndryshme të botës, mos i harxojmë minutat tona me këtë. Çfarë është bordi i paqes, shumë shkurt që ta dini ju, është një bord që e ka ndërtuar zyrtarisht administrata Donald Trump, që e ka quajtur bordi i paqes për Gazën. Është një strukturë e re ndërkombëtare e cila ka për synim pra të administrojë përkohësisht Gazën pas asaj kasapane që ndodhi atje. Pra menjëherë pas luftës mes Hamasit dhe Izraelit. Mes antarëve të bordit janë emrat që unë ua përmenda më sipër. Sipas deklaratës zyrtare të Shtëpisë së Bardhë, çdo antar i bordit do të ketë përgjegjësi për një portofol gati ministror, i cili konsiderohet me rëndësi etike për stabilizimin e Gazës. Edhe pse ndarja e roleve dhe e portofoleve dhe e këtyre përgjegjësive nuk është bërë ende zyrtare. Por përse e gjen Rama? Kush e ka njoftuar Ramën? Në asnjë vend nuk ka asnjë njoftim zyrtar ku del emri i Edi Ramës. Në asnjë vend, deri tani. Dhe Rama nuk e ka nxjerr emrin e tij, thjesht ai ka kontakt, është kontaktuar, thot ai. Ftesa për të bashkuar në këtë bord ka patur për presidentin gjithashtu të Argjentinës, Javier Milei, për Recep Tayyip Erdogan, presidentin e Turqisë, edhe për Mark Carney, që është kryeministri kanadez. Pritet gjithashtu të ftohen vende personazhe të tjerë nga Egjipti, po sipas njoftimeve zyrtare të Shtëpisë së Bardhë. Egjipti, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca, Italia dhe Arabia Saudite. Pritet përfaqësues të këtyre shteteve të ftohen në të ardhmen. Dhe këto ftesa nuk janë konfirmuar ende zyrtarisht. Kush janë lojtarët kyç të përmendur deri tani? Është Marco Rubio, Steve Witkoff, emisari Donald Trump, Tony Blair, Jared Kushner, Ayai Banga, Mark Rowan, Robert Gabriel, Nikolaj Mladenov. Këta janë bordi. Këta janë bordi i paqes. Tashmë, tjerët mund të vinë në të ardhmen, me më thot mund të ketë edhe njerëz të tjerë. Tashmë, Rama e përdor për propagandë. Një, për të mpirë shqiptarët, dy, për të mpirë Spakun dhe për të thënë unë kam imunitet ndërkombëtar sepse unë kam ftesë nga Trumpi, dhe ftesë nuk ka kërkuar deri tani. Dhe këto ftesa në thelb nuk janë dekorata për moralin e dikujt.
Këto ftesa nuk janë në asnjë mënyrë shpërblim për ndershmërinë e Edi Ramës. Këto ftesa janë instrument pushteti, janë kanale ndikimi nëpërmjet lobeve dhe kontakteve personale, dhe janë tryeza ku flitet me njerëz të cilët kanë pushtet real dhe jo me ata persona të cilët janë të pastër, që të keni të qartë herë përpara se të shkojmë ke loja që po bën Rama. Po ja shpjegoj qartë si funksionojnë këto lobimet. Përpara se të kuptojmë nëse është Amerika dhe Trumpi prapa dhe po luajnë me këtë, apo jo, apo ky është njeriu i madh që e do Trumpi, ky që han edhe me Sorosin edhe me Trumpin, se është ai gjenisa që i ha me të gjithë. Para se të shkojmë ke kjo, për shpjegoj, një duhet keni parasysh i herë. Amerikanët nuk punojnë me engjëjt. Ndajeni trunin për këtë. Amerikanët punojnë me njerëz të cilët kontrollojnë territore, kontrollojnë popull dhe janë në gjendje të kenë dhe të kontrollojnë karta të mëdha. Pse ftohen njerëz të cilët kanë, nëse ftohen diku njerëz që nuk kanë pranueshmëri në botë? Një, ftohen sepse kontrollojnë shtete, kanë ndikim rajonal dhe se mund të zbatojnë marrëveshje edhe kundra popujve të tyre pa pas leje dhe nevojë që të marrin leje nga popujt e tyre. Sepse kanë ndikim të fortë dhe janë më të fortë se popujt e tyre. Edi Rama është më i fortë se populli i vet. Sepse i kontrollon me dhunë, me hekur dhe me kartele droge dhe kokaine, dhe populli është dorëzuar në Shqipëri. Ndaj unë kam dalë jashtë tani, po kontaktoj ato burra që kanë ngel, të paktën nëse nuk e shpëtojmë Shqipërinë, të paktën të shkruhet një histori që u bën përpjekjet. Unë besoj që do t'ja dalë. Por, ne nuk jemi në gjendje të bëjmë mrekulli se si jemi profet. As kemi shpallje nga Zoti. Ne do bëjmë përpjekjet tona. Po ja dolëm, do ta shihni të gjithë bashkë. Po nuk ja dolëm, Shqipëri nuk ka më. Shqipëria do dorëzohet në Jugosllavinë, siç është plani i Sorosit. Edhe raportin ton me Amerikën ju shpjegova ke video e fundit dhe e parafundit, mund t'ju riktheheni aty për çështjen e njoftimit të heqjes vizave, kush nuk e ka pasur shkurt tash. Atëherë, ka 3 nivele ftesash miq, të këtë cilat deri tani Rama nuk ekziston, zyrtarisht pakt. Ka ftesë formale niveli numër 1, ftesë për pjesëmarrje, ftesë për të qenë i pranishëm, ftesë për të qenë një herë i pranishëm, ftesë për të qenë vëzhgues. Dhe kjo nuk do të thotë që je antar, as që je partner strategjik, as që je i besuar. Ftesa numër 2, niveli numër 2 i ftesave, është përdorimi propagandistik i ftesës. Dhe Rama e përdor këtë për të thënë, ja pra mua Amerika më njeh, më pranon, sepse unë jam i fortë. Ky është mesazhi i Ramës. Dhe don të egzaltoj shqiptarët dhe të fus atyre një grusht të fortë mu në mes stomakut, që të gjithë ata që ju gënjejnë se unë do të iki, do të largohem, sepse mua nuk më do Amerika, ja pra ndodhi krejt e kundërta. Por kjo është një propagandë dhe një gënjeshtër e pastër e Edi Ramës. Ndërkohë, SPAK-u vepron dhe ambasadat e huaja heshtin publikisht dhe njëkohësisht veprojnë parapasken. Rama po detyron ambasadën amerikane në Tiranë që të bëjë një pohim ose një mohim të diçkaje për cilën askush nuk është i sigurt. Dhe ambasada amerikane nuk bie te ky kurth, sipas asaj që unë di dhe njoh dhe kuptoj. Niveli 3 i ftesave apo i lojës së Edi Ramës është SPAK-u dhe lufta kundër korrupsionit. 1, duhet ta dini, SPAK-u nuk kontrollohet nga Rama, por as nga Donald Trump, por nga Amerika. Dhe Amerika është më e madhe se presidentët e saj. Amerika është ndër vendet e pakta në botë që shteti është më i madh se presidenti dhe vendet normale kështu janë në botë. Kurse në Shqipëri Rama është më i rëndësishëm se shteti, më i fortë se shteti, sepse e ka zhduk popullin, e ka shkatruar, e ka amortizuar. Nuk vepron dot populli me Ramën, sepse kontrollohet nga kartelet, oligarkët dhe mediat e mashtrimit.
Spaku është instrument presioni ndërkombëtar, vepron gradualisht dhe nuk vepron me shoh dhe nuk ndikohet nga ftesat ndërkombëtare. Pse? Sepse amerikanët i ndajnë gjërat, ftesat dhe takimet janë pjesë e diplomacisë, ndërsa hetimet dhe arrestimet janë pjesë e drejtësisë. Dhe këto dy gjëra nuk ecin gjithmonë në të njëjtin ritëm. Pyetja që bëni secili prej jush sot, a është Rama i mbrojtur tashmë ndërkombëtarisht? Jo, sigurisht që nuk është. Dhe jo pa kushte, nëse do të marrë një lloj mbrojtje. Çfarë do t'i shes, në qoftë se do të shes, atë e di ai. Por, në qoftë se Rama do të kërkoj të blej mbrojtje dhe siç po e kërkon, dhe do ta marrë atë, do të thotë ka bërë një pazar shumë herë më të madh se Shqipëria, që Shqipëria nuk është në listë fare. Dhe është bërë një shitje spektakolare e juaj e interesave të kombit tuaj. Dhe ku e dim këtë? E dim nga precedenti i Ramës, i cili ka kohë që don ta vendosë Shqipërinë nën Beogradin dhe të na zhduk ne si popull dhe si kombë. Këtë e ka bërë bashkë me shokët e tij në opozitë, të cilët po ndihmojnë spastrimin etnik të shqiptarëve dhe largimin e tyre nga trojet nga mungesa e shpresës. Pse e kanë toleruar Edi Ramën deri në këtë moment? E kanë toleruar sepse ju thash, për stabilitet dhe për nevoja gjeopolitike të rajonit Ballkanit, mos shkojmë në vakum të pakontrolluar dhe për arsye se Rama u thot, po i ka unë do vi Berisha. Dhe Berisha ende nuk ka mundur ta kaloj malin e vështirë të Nongratës. Pasi ta kaloj atë, fillojnë dhe bëhen llogaritë politike në Shqipëri ndryshe. Deri tani nuk ka mundur, do të thotë është jashtë loje. Dhe ndaj Rama thot, i vetmi lojtar që kontrollon opozitën është Sali Berisha dhe nuk ka asnjë lojtar tjetër. Edhe Adriatic Klapaj që doli ishte i furnizuar dhe i rritur dhe i sponsorizuar nga Berisha si lojtar gjoja jashtë sistemit, por një Sorosian 24 karaç që ishin të dy bashkë në lojë. Për llogaritë e Edi Ramës dhe të Sali Berishës, Endri Shabani e nxorri kokën, ky po bën teatër përpara kryeministrisë dhe bën sikur bën debat në distancë me Sali Berishën për treguar se është pjesë e një loje të re. Për mbledhje e shkurtër. Një, ftesat nuk janë certifikat pastërtie në asnjë mënyrë. Politika globale është interes dhe jo moral. Këtë jo kam shpjeguar çdo natë. Rama po i përdor ftesat duke mashtruar shqiptarët për të bërë propagandë dhe për të blerë ditë dhe orë dhe minuta me shpresën që me parat e ndyra të krimbura të karteleve të drogës dhe të pastrimit parave që bëhen në Tiranë, të mund të blej nga lobet ndërkombëtare shpëtimin e tij dhe të shokëve të tij. Spaku është proces krejtësisht i pavarur nga çdo lloj ndikimi dhe veprimi ndërkombëtar apo lobi ndërkombëtar që vepron dhe nuk e jep mund të shenjën që ai ndikohet apo kontrollohet prej dikujt, sepse nuk ka mundësi që ta jap këtë shenjë se kush e kontrollon, kush e lëviz. Tashmë të shkojmë dhe të kuptojmë akoma më mirë dhe t'i hymë pak më thellë. Çfarë synon Rama që e bën këtë? Prap të shi pak më thellë tani. Të hymë pak më poshtë. Do legitimitet politik dhe moral në një moment kur kërkohet koka e Ballukut dhe kërkohet arresti i gjithë njerëzve të tij të afër për hajdutëri ndërkombëtare dhe për vjedhje dhe grabitje të pasurive të shqiptarë. I duhet për imazh ndërkombëtar për qeverinë e tij të ndyrë anti-shqiptare të raskapitur pa imazh hajdute, e cila nuk ka më fytyrë të dalë përpara asnjë agjencie ndërkombëtare apo zyrtari apo diplomati ndërkombëtar, dhe brenda vendit i duhet për krizën e besimit. Si duket, pra Rama kërkon të thotë shqiptarëve, unë jam i pranuar nga Donald Trump. Dhe kjo do të thotë unë jam i pastër. Pra jam i paprekshëm. Kujdes, ky është mesazhi i Edi Ramës. Synon të kërcënoj administratën dhe synon të ndalë dhe të para ndaloj luftën civile që pritet të ndodhë brenda Partisë Socialiste, sepse shumë nga socialistët mezi po presin që ai të zhduket bashkë me kartelin e rilindjes dhe e kanë shprehur çdo ditë duke thënë jo të gjithë socialistët i përkasin rilindjes. Një,
pse nuk gjendet emri i Ramës në asnjë burim zyrtar deri tani amerikan. Ftesat zyrtare pa asnjë diskutim publikohen. Organet e reja të bordit drejtues të Gazës shpallen me dokument zyrtar siç janë shpallur emrat e tjerë dhe siç do ta gjeni tek linku poshtë në kutinë e përshkrimit, dhe antarët e bordit listohen qartësisht. Kur një emër nuk figuron askund deri në këtë moment, siç është rasti i Edi Ramës, kjo do të thotë ose nuk ka ftesë zyrtare, ose ka premtim në vesh privatisht nga Tony Blair, miku i tij, që unë po ta loboj dhe ka marrë premtim se do të ftohesh edhe ti. Ndaj ai ka shpejtuar që ta bëj njoftimin për të mpi shqiptarët, për t'i mashtru dhe për të shkaktu demoralizim në popull, gjoja që nuk kam as i shpëtim se ky që ka shumë i fortë, dhe në orët në vijim do të shikoni se si të gjitha mediat e Tiranës do ta japin këtë lajm bombastik si kur Rama është i pathyeshëm. Dhe rasti i parë pra nuk ka ftesë zyrtare, rasti i dytë nuk ka patur kontakt periferik, ai ka pat pra kontakt periferik nëpërmjet lobistëve të tij apo miqve që mund të kenë akses, ose ka një ftesë për një event dhe jo për bord. Dhe kjo është diçka krejt tjetër. Kush mund ta ketë ftuar Ramën, në qoftë se i del emri si i ftuar jo si antar bordi? Ka 3 skenar jashtë çdo lloj teorie konspirative. Një organizator privat, një lobist si Tony Blair, një think tank me ndikim nga Izraeli në Washington, ku ky mund të ketë hedh 10 miliona euro për të marrë vetëm një lajm si ky, ose një event paralel ndërkombëtar, forum i madh ndërkombëtar me peshë ndërkombëtar, siç mund të jetë Davosi për shembull, apo forume të tjera të diplomacisë, apo think tank, apo organizator privat, apo emër lobistësh të caktuar në Amerikë apo në Tel Aviv apo në vende të tjera. Skenari B mund të jetë kanal privat lobimi, lobist amerikan, zyrtar të administratës Trump që mund të kenë marrë para, dhe bizneset të caktuara amerikane të cilët mund të kenë akses në SBA. Por ata nuk përfaqësojnë SBA-t zyrtare, pavarësisht se hiqen dhe shiten si të tillë. Skenari 3 është që Rama po bën një egzagerim të qëllimshëm, mund të ketë marrë një email formal ose një kontakt paraprak, apo mund të ketë marrë një mesazh i formatit që quhet save the date, pra ruaj këtë datë, dhe ka shndërruar ai automatikisht në një ftesë personale nga presidenti Donald Trump për bordin e paqes. Kjo është teknik e vjetër e Edi Ramës. Pyetje e madhe që bën shqiptarët, një njeri kaq i korruptuar, i lidhur me kartelet e drogës, i lidhur me grupe terroriste, narkoterrorin në Shqipëri, i lidhur me mafjen, një njeri që drejton një qeveri më hajdute të gjitha kohrave, si mundet të ftohet? Duhet të dini diçka miq. Diplomaci nuk do të thotë asnjëherë drejtësi. Pra, diplomacia është një putan e vjetër, e cila jo gjithmonë do të thotë drejtësi. Diplomaci nuk është e barabartë me drejtësi. SBA nuk e ndal komunikimin publik edhe me njerëzit më kriminal në botë. Për sa kohë ata janë në krye të liderëve të shteteve të tyre. Gjithashtu, Amerika nuk i pastron ata juridikisht edhe kur komunikon me ta. Komunikimi i amerikanëve me një person, një lider, ish kryeministër në detyrë apo në largim, nuk konsiderohet në asnjë protokoll shtetëror që quhet një pastrim juridik. Dhe shembuj ka pafund nga gjithë bota, lider të ftuar, të sanksionuar dhe më pas të braktisur dhe kanë hëngër shkelmin në kockën e legenit në momentin kur nuk i janë dashur më. Që do të thotë, ftesa, edhe nëse është bërë informale sepse zyrtarisht nuk është asgjë kundi, nuk do të thotë që ka marrë amnisti. Dhe e dyta, ftesa
nuk do të thotë certifikat e pastrimit moralit, as qepje e vaginale për të fshehur dhe për të krijuar një virgjëri të re që t'ja shesim dhëndri të ri emigrant, i cili nuk e di nëse vajza është e virgjër apo nuk apo ka qenë me kontakte me djemë të tjerë kur shkojnë të gjejnë nuse që ja gje mami, nga që kanë kohë, një pjesë e madhe nuk kanë kohë të gjejnë nuse, nuk du të martohen me italiane, me gjermane, me angleze, i thonë mamit në Shqipëri, na gjeni një nuse të mirë, na gjeni një gocë të mirë. Mami gjithashtu e gjenë gocën, por jo gjithmonë ka mundësi mami të gjejë gocë, si që kërkojnë një pjesë e djemve, ende në Shqipëri e kanë merak punën e virgjërisë edhe gocat e mira, që du në gjenë qunat mirë nga e shtetit, që i rinë gjithë ditën të punu si gomari, këta do shkojnë atje, do i harxojnë lekët dhe do i marrin të administrojnë lekët e tyre, e kuptoni? Çfarë bëjnë? Shkojnë e qepin virgjërinë e tyre, bëjnë qepje vaginale për të ndërtuar një cip virgjërie të re për të mashtruar çunat këta që vinë edhe i thonë që ua, e mori, ma ka gjetë mami të virgjër që ka gocë e mirë. Pastaj sa i binë kënej, lujnë mensh në për Europë apo në për Amerikë, edhe fillojnë zen nga 4-5 dashnor, sepse do kthehet ujku keqimja vjetër, edhe din pastaj kërkojnë drejtat e grave, histori që s'na përket nëse është analist tjetër. Të njëjtën gjë po bën Rama, po përpiqet të gjejë një ftesë, një forum, një kështu që të krijojë të qep, të bëj qepjen e re vaginale të sektit prostituisk të rilindjes që ka prostituar interesat kombëtare shqiptare gjatë gjithë kësaj kohe. Por kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë se ai është shpallur i pafajshëm. Rama deri në këtë moment nuk figuron në asnjë listë zyrtare amerikane. Statusi deri në këtë moment është një shtallje propagandistike. Mund të ketë pasur ftesë periferike, mund të ketë pasur kontakt informal me Tony Blairin apo me një lobist tjetër, mund të ketë patur lobim privat. Trump nuk e ka shpallur deri në këtë moment asgjë publikisht për Ramën. SPAC dhe proceset e tij nuk ndalen nga statuset Facebookut, kjo të jetë e qartë për të gjithë. Kur një lider duhet mos harroni kur, flet vazhdimisht, apo her pas here, me tone ngazëllimi dhe eksitimi, për ftesa personale, por s'ka asnjë dokument për këtë, dhe s'ka asnjë deklaratë zyrtare për këtë nga SBA-ja, dhe asnjë konfirmim zyrtar amerikan, kjo është një mbrojtje dhe nuk është një realitet. Kjo është një mbrojtje në momentet më të mëdha të krizës që ai po kalon. Çfarë duhet të dinë shqiptarët? Rama e ka përdorur këtë ftesë si propagandë dhe synon t'i thotë shqiptarëve që unë jam lojtar global. Këtë e ka bërë vazhdimisht ai dhe këtë po e bën edhe tani. Ky lloj statusi apo ky lloj pretendimi i Ramës për të paraqitur si bombë mediatike diçka që nuk është konfirmuar ende zyrtarisht, siç është rasti konkret deri në këtë moment nuk ka asnjë dokument amerikan që thotë se Rama është i ftuar, ka një qëllim të mpish shqiptarët dhe t'i tregoj administratës brenda rebelimit, luftës civile që po nis brenda PS-s dhe opozitarëve të tij, ti demoralizoj të gjithë dhe ti thotë un jam i pathyeshëm. Ta themi të vërtetën të rotë shmiq, që duhet ta dini. Përpara se ta mbyll. Edhe në marshin Edi Rama, jo ta bëjnë sikur, le të pretendojmë që doli një dokument nesër, e mori ftesën informale, nuk e di për të qenë antar bordi këshillues, zyrtar, vizitor, antar, vrojtues, hulumtues, çfarë do lloj pozicion? Keni parasysh diçka? Edhe sikur Edi Ramën ta bëjnë president të Amerikës, kjo nuk do ta ndryshoj faktin që ai është një kërm anti-shqiptare dhe një krimb antikombëtar që po zhduk Shqipërinë dhe ai kurrë në historinë e këtij kombi
nuk ka për të pushuar se qeni hajduti dhe anti-shqiptari më i madh dhe njeriu që ka shkatruar interesat e kombit shqiptar më shumë se çdo njeri tjetër në historinë e popullit shqiptar. Edhe sikur ta bëjnë Edi Ramës, jo antar bordit Gazës, edhe sikur nuk ka asnjë njoftim zyrtar, do ta shihni njoftimin se do ja vetë. Ta shpallin mbretin e planetit, shkreun e shtëpisë ovale, shefin e ri të NATO-s, antarin e ri të bordit drejtues të Kremlinit, sikur ta vendosin në vend të Xi Jinpingut, të zbresin liderin Mao dhe të vendërtojnë lapidarin e Edi Ramës, të largojnë tek malet e Amerikës figurat e 4 baballarëve të kombit dhe të të ndreqin, të skalisin tek shkëmbi amerikan Edi Ramën si presidenti apo njeriu më i madh i Amerikës, sikur ta zëvendësojnë dhe ta vendosin Ayatullah në Iran, sikur ta vendosin liderin e Hamasit apo shefin e Knesetit në Izrael, apo liderin, shërbëtorin e haramejve Mekës dhe të Medinës, sikur Edi Ramën të mblidhet i gjithë bota, me gjindët dhe insët, me hajvanët dhe me njerëzit, dhe ta vendosin ta emrojnë shefin e Bosforit, komandantin e kanalit Suezit, përgjegjësin e Aksas, shefin e Pakistanit. Edi Rama nuk do të pushoj asnjë minutë së qeni anti-shqiptari më i madh i të gjitha kohërave. Nuk ka për të pushuar asnjë minutë së qeni tradhtari më i madh i interesave të shqiptarëve. Nuk ka pushuar asnjë minutë së qeni njeriu që i ka tradhtuar më shumë se çdo kush tjetër interesat e këtij kombi. Kur nuk ka për të pushuar Edi Rama së qeni njeriu që i ka urryer me kaq forcë dhe që i ka urryer kaq cilësisht antarësinë e këtij kombi të cilin ai e urren patologjikisht dhe synon ta zhduk përpara se të zhduket vetë nga politika dhe më pas nga kjo botë, siç është zhduk çdo firaun që ka qenë mbi këtë tokë. Të gjitha zhvillimet e tjera do t'i flasim në ditët në vijim, sapo unë të stacionohem sërish në atë dhe, kur të kthehem, dash të Zoti shëndoshe mirë, ju përqafoj të gjithëve, uroj të jeni mirë të gjithë, pa panik, me qetësi, merreni të gjitha me kujdes, është një lojë e madhe PR-i, është një propagandë e madhe e mashtrimit, dhe loja është ende shumë e hapur, Shqipëria është ende në lojë, Shqipëria është ende në lojë, që do të thotë nuk është ende e tradhtuar. Por kjo nuk do të thotë që ju do të flini gjumë si shqiptar, kudo që jeni, kudo që po na ndiqni në gjithë botën. Nga unë Krishnik Osmani, nga larg, përqafime për gjithë, rishihemi shpejt se do të ketë zhvillime të mëdha. Natë e mirë për sot.